Përshëndetje, miku im. Sot është dita për të pranuar Jezu Krishtin si Zotin dhe Shpëtimtarin tënd tani. Përshëndetje, emri im është Ade dhe unë jam një ministër çlirimi këtu sot për t'ju sjellë lutjen e shpëtimit, një lutje çlirimi dhe një meditim për të takuar Jezusin për disa minuta. Pra, ndiqni së bashku. Thjesht përsëritni pas meje. Unë pranoj Jezu Krishtin si Zotin dhe Shpëtimtarin tim. Unë i vendos të gjitha mëkatet e mia nën gjakun e Jezusit. Jezus, unë pendohem, të lutem më fal. Unë fal këdo që më ka lënduar. Unë fal veten time. Unë e bëj Jezu Krishtin Zotin tim tani. Njerëz, kjo është lutja e shpëtimit. Kjo nuk përjashton ose zëvendëson ndërtimin e një marrëdhënieje me Jezusin në mënyrë të rregull. Përmes pjesëmarrjes së rregullt në kish, leximit të fjalës së Zotit dhe bindjes ndaj urdhërimeve të Biblës. Mirë, dhe ne ju mirëpresim në ecjen tuaj të re me Jezusin dhe ju inkurajojmë dhe rekomandojmë që të vazhdoni ta bëni këtë. Kjo lutje e ardhshme është një lutje çlirimi. Thjesht përsërit pas meje, në emrin dhe autoritetin e Jezusit. Unë urdhëroj të gjitha shpirtrat e këqij dhe mallkime, magjin dhe pjesët e shpirtit. Dini nga koka ime, mendja ime dhe mendimet e mia. Dini nga të gjitha pjesët e mia. Unë ju shtyj jashtë me forcë, me gjakun e Jezusit. Largohu. Unë ju shtyj jashtë me forcë, me gjakun e Jezusit. Largohu. Në emrin dhe autoritetin e Jezusit. Unë therras të gjitha pjesët e mia tani. Të larë në gjakun e Jezusit. Me shpatën dhe frymën e Hebrejve 4:12. Unë pres të gjitha lidhjet e shenjta të shpirtit. Kjo përfundon lutjen e çlirimit. Kjo e ardhshme është meditimi për të takuar dhe përjetuar Jezusin. Thjesht mbyllni sytë dhe përjetoni atë që vjen. Dhe ne do ta përfundojmë këtë video dhe ju mund të vazhdoni në meditimin pa ndërprerje. Sipas Hebrejve 4:12, unë marr shpatën e frymës së Hebrejve 4:12. Kur kapëm sytë tanë dhe preva personin para meje, duke prerë përmes syve, veshëve, zemrës dhe shpirtit të tyre, duke prerë përmes çdo perde të kësaj bote dhe çdo mashtrimi të mësimeve të rreme, duke prerë deri në të vërtetën e çdo përvoje. Dhe komunikimi dhe vendimi tani. Duke prerë përmes çdo përvoje, madje deri te Zoti Jezus Krisht tani, duke zbuluar të vërtetën në çdo situatë. Shpata e frymës pret dhe kauterizon deri në të vërtetën në çdo situatë dhe përvojë, madje deri te Zoti Jezus Krisht. Që banon në personin para meje tani, unë marr më tej shpatën e frymës së Hebrejve 4:12 dhe e ndaj te Jezusi. Që të ngrihet në personin para meje dhe të vendos dorën e tij mbi kokën e tyre dhe t'i shikoj në sy. Dhe t'i përmbyt ata me dritën dhe paqen e Krishtit dhe të frymës së shenjtë, duke përmbytur personin para meje me dritën dhe paqen e Krishtit dhe të frymës së shenjtë, dhe të kërkojnë nga Jezusi t'i thotë personit para meje çfarë kanë nevojë të dëgjojnë dhe çfarë kanë nevojë të dinë tani.